pikat kryesore të plan programit tonë janë banka zhvillimore, është programi 1 miliard euro për prodhim dhe industri. Lëvizja vetëvendosje ka prezentuar tashmë plan programin zgjedhor për zgjedhjet e jashtëzakonshme të vitit 2026, do të thotë me 7 qershor që do të mbahen 2026, ku kryeministri Kurti dhe kandidati për kryeministrin e ardhshëm Albin Kurti ka paraqitur plan programin sa i përket edhe zhvillimit ekonomik, rritjen e punësimit edhe përkrajen për prodhimin vendor, rritjen e eksporteve, punësimin e trinjve, përgatitjen e trinjve për tregun e punës. Kështu që ndër pikat kryesore të plan programit tonë janë banka zhvillimore, është programi 1 miliard euro për prodhim dhe industri, amortizimi për shpejtuar për investimet e reja, fokusi është te bujqësia, te mësimi dual që është përgatitja e kuadrave të reja për tregun e punës që ndërlidh përgatitjen e kuadrave profesionale me kërkesat e tregut punës, gjithashtu edhe subvencionimin e makinerive të ndryshme për bizneset prodhuese dhe gjithashtu subvencionimin e bizneseve që eksportojnë produkte nga tregu i Kosovës për tregjet ndërkombëtare. Kështu që këto janë pikat kryesore që ka në fokus programi jonë qeverisës për mandatin e ardhshëm, që prekin fushat më të ndihshme që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e mirëqenies dhe në rritjen e ekonomike të shtetit tonë.